Në renditjen e publikuar së fundmi nga platforma EduRank, Universiteti Fan Stilianoli renditet në vendin e 16 ndër 30 universitetet më të mira në Shqipëri. Universiteti Korçës ngjitet me 3 vende në këtë renditje, duke bërë edhe progresin më të lartë mes universiteteve shqiptare që u përmirësuan më tepër gjatë periudhës 2024-2026. Ne dalim universiteti që ka fituar më shumë vende në nivelin kombëtar, duke lënë pas universitete të shquara që janë të famshme dhe për reklam dhe për ndërkombëtarizimin e tyre. Edhe në renditjen botërore, Universiteti Fanoli ka përmirësuar pozicionin e tij me rreth 500 vende. Këtë vit ne fillojmë ndërkombëtarizimin, kemi doktoraturën në shkencë ballkanike, diplomë të përbashkët me Universitetin Timisoarës. Fillojmë masterin shkencor në shkencat kompjuterike me Universitetin e Bari, diplomë duale. Në këtë mënyrë, duke rritur ndërkombëtarizimin, kemi fituar shumë projekte ku do ketë produkte edhe artikuj të nivelit të lartëm, me të cilat llogariten në këtë indeks. Në rang botror mund të kemi fituar rreth 500 vende. Renditja e platformës EduRank bazohet në një analizë gjithëpërfshirëse të treguesve të performancës akademike, si publikimet shkencore, citimet akademike, ndikimi i alumnëve dhe prezenca akademike e universitetit, elemente që pasqyrojnë cilësinë dhe ndikimin konkret të një institucioni në komunitetin shkencor.